Në zyrat e selive diplomatike të aleatëve të NATO-s në Bruksel mbërrin materiale nga Washingtoni, të cilat kanë shkaktuar mornicat e kancelarisë perëndimore, sidomos tek vendet e vogla e të brishta për nga ana e sigurisë. Siç bëhet e ditur nga qarqet diplomatike në samitin e liderëve të NATO-s që do të mbahet me 24 dhe 25 qershor në Hag, presidenti amerikan Donald Trump pritet të shpallë mbylljen e disa bazave amerikane në Europë, si edhe tërheqjen e një numri trupash me justifikimin e uljes së shpenzimeve, por që thellë është qartë as një reagim politik. Siç bëhet e ditur, flitet për një numër bazash që prej kohësh si ushtria amerikane ashtu edhe NATO i ka vendosur në planin e reduktimit, nga që nuk e kanë as rëndësinë strategjike as logjistike, si dhe janë problem financiar për aleancën. Megjithatë, shpallja në një samit politik siç është ai i liderëve të shteteve do të ketë një efekt dhe pritet të jetë mjaft i fortë për t'i dhënë një fuqi planit të vjetër të NATO-s. Mësohet se janë shtuar edhe disa baza të tjera që mund të mbyllen. Mbyllja e tyre nuk është kërkuar nga Pentagoni, por nga stafi i shtëpisë së bardhë, që duket se më shumë se një realitet është një rritje pazari, që në fund të përdoren për negociatat politike. Në këtë plan mësohet se është vendosur edhe mbyllja e bazës amerikane në Kosovë, Bond Still, që ndodhet në Ferizaj. Bazë e cila është e vetmja totalisht amerikane në Ballkan, që do të thotë se gjithë personeli ushtarak e civil është amerikan, e parat jepen totalisht nga buxheti i Pentagonit. Bazat e tjera janë të NATO-s, që do të thotë se si oficerët e ushtarët, por edhe fondet dhe zinxhiri komandues është i përbashkët. Kontrata për trullin që zë baza është shtetërore nuk ka ndonjë problem kontraktual. Ndërkaq baza ushtarake amerikane në Kosovë është marrë me qira nga Pentagoni për 78 vjet dhe pronarët e saj janë bërë milionerë që në vitin 2001, të cilët nëpërmjet kontratave individuale kanë marrë ose marrin paratë rregullisht çdo muaj. Ky aspekt do të thotë se nuk është gjë e thjeshtë mbyllja e një baze, që sipas gjasave konkretisht është vështirë të ndodhë, por shpallja e tërheqjes publikisht nga njeriu më i fuqishëm i botës sot mund të shkaktojë një shok jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin perëndimor, ku shqiptarët do të mërziten e serbët do të fërkojnë duart, nga që janë përgatitur për këtë ditë duke u armatosur deri në dhëmb. Ka shumë gjasa që shpallja e mbylljes së Bond Still të jetë edhe një karrot politike për Vladimir Putinin, në mënyrë që të joshet për të mbyllur sa më shpejt luftën në Ukrainë. Këto metoda janë përdorur në të shkuarën. Me rastin e krizës së raketave në Kub pas negociatave të Kennedyt me Hrushchovin, u ofrua si shkëmbim mbyllja e disa bazave amerikane në Turqi, të cilat ishin thuajse jashtë përdorimit. Ndërkaq pritet që Trump të ketë një fjalim shokues në Hag, ku të flasë edhe për tërheqjen e një numri trupash nga Gjermania, Spanja e Italia, plane të cilat janë cituar ditët e fundit edhe nga disa media në Washington dhe Rom, por pa dhënë detaje. Në Itali për shembull flitet për një grup ushtarësh nga një bazë në Kalabri, ku praktikisht ka kohë që porti ku ndodhen amerikanët nuk ka asnjë aktivitet ushtarak përveç ndonjë rasti të veçantë, që në realitet si SBA ashtu edhe vendet e tjera të NATO-s mund të hyjnë pa asnjë problem në çdo port të shteteve anëtare.